Mun dije. Po, e mun me dije. A the me mun? Po. Me mun dikan. Me dije. Bravo. Me dije me e mun. Po dite mun gjithçka. Okej. Prandaj investo në arsim me kulturë që të mundi gjithçka. Po që ky sport është pellazg i vjetër, mun dije, me ditë me u mun, me ditë me e mun, me ditë me e shpartallu. Edhe në anglisht i thënë the knowledge of defeating. Të dish me e shpartallu dikant. Dija me shpartallu. Çdo art luftarak e ka mbrapa, dijen, shkencën, mënyrën për me e mund dikant. Dhe kjo duhet studiu. Qysh do? Judo, a? Judo, po? Taekwondo, karate do, qindaj do, gjitha e kanë do. Dhe shqiptarët kanë dije. S'ka më shqip mu. Mund dije. Çka përfshin mund dije? Një sportist që e din mund dijen? Gjithçka. Do them, sa i rëndësishëm është arti i mundijes për të kuptuar se pse shqiptarët kanë qenë superior në gjitha luftrat që janë bërë nga shqiptarët, që janë nisë nga pellazgët, ilirët, Aleksandër, Skënderbeu etj etj. Se ne kemi pas një sport luftarak që ishte i gjithanshëm për çdo lloj situate. Dhe këto du ta lidhim me një kampionat botror që ne arritëm ta fusim sportin e mundijes si pjesë të sportit luftarake botrore. Sportistët tanë me një vit stërvitje arrin t'i mundin të gjithë sportet e tjera edhe nën moshë. Domethënë, sportistët tanë kishin 1 vit, ata kishin 20 vjet stërvitje. Fitonin këta tanë. Sportisti joni ishte 10 vjeç, i aty në 15. Fiton të ky joni. Sportisti tjetër ishte 17 vjeç, i aty në 35 vjet. Me 25 vjet eksperiencë në sportet ndryshme luftarake, fiton të ky joni. Me mundije kjo. Me mundije. Çka përfshin mundija krejt, a? Boks, karate, shkelma, ta thuj dorën. Po është rëndësi ka mendja se si arrim ne me dominu kundërshtarin, duke e analizuar se çfarë stili ka ai, duke analizuar se çfarë karakteristika ka ai, se si të shkojë unë kundër tij, sepse sporti mundije të bllokon. Të bllokon dhe të neutralizon. Dhe prandaj kërkoj që e kam kërkuar gjithmonë edhe te institucionet e sigurisë të Kosovës edhe të Shqipërisë, që ky sport du të futet te sportet kombëtare, që sporti ose një instruktor ose një polic ose një ushtar, një i organeve të sigurisë duhet të stërvitet në sportin e vet luftarak, në sportin e popullit vet. Siç e ka Japonia, stërvitet në karate, Korea në taekwondo. Edhe ne kemi sportin e mundijes. Pse duhet ne të bëjmë sportin e tyre? I bëjmë edhe ata, por si sport kombëtar në institucionet tona të sigurisë kombëtare duhet kemi sportin ton antik pellazg. Edhe ka dhënë antikitet. Po tregon vlera si popull. Po pra.